i nderuar kryetar, të nderuar deputet të dashur qytetar. Sot nuk jam këtu thjesht për paraqitur një akt ratifikimi. Jam këtu për të folur për një moment që pas një egzagerim ka pesh për mënyrën se si Shqipëria po shihet dhe po dëgjohet në botë. Pak ditë më parë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump i ka drejtuar kryeministrit Edi Rama një ftesë që nuk është e zakonshme. Një ftesë që e pozicionon vendin tonë si antare themeluese të një mekanizmi të ri ndërkombëtar të quajtur Bordi i Paqes. Kështu që është ju gjithmonë para kohe. Jo për të marrë pjesë formalisht, po për të qenë e ftuar përtej simbolikës. Për të qenë aty që në fillim në ndërtimin e këtij mekanizmi. Kjo ka rëndësi. Dhe dua të them qartë që në fillim, kjo nuk është çështje partie. Nuk është çështje maxorance apo opozite, kjo është çështje e shtetit shqiptar dhe mënyrës se si ne kuptojmë veten dhe rolin tonë në botë. Në këtë sallë kemi dallime politike. Është normale. Ajo që nuk është normale është ajo që dëgjuam para pak, që për fat keq dëgjohet kaq shpesh, kaq rënd në sallën e Kuvendit të Shqipërisë. Por ka momente kur këto dallime nuk na ndihmojnë. Dhe ky është njëri prej tyre. Sot Shqipëria ka nevojë për diçka shumë të thjeshtë, për qetësi, për normalitet, për maturi, për unitet. Ky është një vendim që do të mbetet në kohë, pavarësisht se kush është sot në qeveri dhe kush është në opozitë. Shqipëria e pranon këtë ftesë jo si privilegj simbolik, por si një zgjedhje të vetëdijshme për të marrë përgjegjësi shtetërore në ndërtimin e paqes. Bordi i Paqes nuk lind në një kohë normale. Lind në një botë që po ndryshon shpejt dhe shpesh në mënyrë të dhimbshme. Konfliktet të vjetra nuk po mbyllen, por po thellohen. Mekanizma që dikur funksiononin sot duken të lodhur. Dhe pikrisht në këtë realitet, Shtetet e Bashkuara kanë zgjedhur të provojnë një qasje të re. Një qasje që nuk mjaftohet me deklarata, por kërkon përgjegjësi reale nga ata që ulen në tryezë. Ftesa për Shqipërinë tregon diçka shumë konkrete. Sot nuk ka rëndësi sa i madh je në hartë, por sa i besueshëm je në sjellje, sa koherent je në aleanca, sa i qëndrueshëm je në zgjedhje. Shqipëria me të gjitha vështirësitë e saj e ka ndërtuar këtë besueshmëri. Ajo nuk ka ardhur vetvetiu. Ka ardhur nga një orientim i qartë dhe i pandryshuar, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky partneritet nuk është slogan, është histori konkrete, është NATO, është angazhim, është prania aty ku është dashur, edhe kur nuk ka qenë e lehtë. Politika jashtme shqiptare ka pasur vazhdimsi, dhe kjo vazhdimsi është arsyeja sepse sot Shqipëria gëzon besim. Prandaj kjo ftesë nuk është surprizë, por as nuk duhet marrë si e mirëqen. Dua ta them këtë edhe me një qartësi tjetër dhe pa asnjë dyshim. Kjo besueshmëri nuk është abstrakte. Ajo lidhet me i drejtim të qëndrueshëm politik që Shqipëria ka pasur në këto vite dhe më mënyrën se si kryeministri i vendit, Edi Rama, e ka përfaqësuar Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Me guximin për të ndërtuar aleanca aty ku tjerët shihnin vetëm kufi, me aftësinë për të krijuar besim aty ku tjerët shihnin vetëm formalitete diplomatike, dhe me vendosmërinë për ta mbajtur Shqipërinë gjithmonë në anën e duhur të historisë. Për vite me radhë, në këtë sallë është thënë se Shqipëria nuk ka akses, Shqipëria nuk pyetet, se kryeministri nuk ka peshë, e tjera, se Shqipëria nuk dëgjohet. Ftesa që kemi sot përpara është një nga përgjigjet, ndoshta nga më të qartat ndaj këtij perceptimi. Sepse vendet e vogla nuk bëhen të rëndësishme nga madhësia e tyre në hartë, por nga besimi që krijojnë. Dhe ky besim është ndërtuar me autenticitet, me punë, me qëndrueshmëri dhe me një diplomaci që ka ditur të jetë e pranishme aty ku duhej. Sot Shqipëria ka marrëdhënie të drejtë për drejta dhe të besueshme, jo vetëm me partnerët tanë tradicional në Europë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vendet kyçe të rajonit, në lindjen e mesme, në Izrael dhe me botën arabe, në një nivel që vendi ynë nuk e ka njohur kurrë më parë në historinë e tij diplomatike. Kjo është arsyeja pse sot Shqipëria nuk është thjesht pjesëmarrëse, por ftohet si antare themeluese. Dhe në fund,
Le të bëjmë një pyetje shumë thjeshtë dhe shumë të ndershme. Çfarë mund të bëjë më shumë një kryeministër për vendin e tij në arenën ndërkombëtare, se sa ta çojë atë në një nivel besimi, ta vendos në hartën politike të Europës dhe të botës, ta bëjë të pranishëm në art, në arkitekturë, në kulturë, në librat dhe projektet e arkitektëve më të njohur të globit, dhe ta bëjë Shqipërinë të shihet e të dëgjohet aty ku dikur vetëm përmendej si një periferi e periferisë. Dhe në çdo hap të kësaj rruge, kryeministri i Shqipërisë e ka pasur Kosovën gjithmonë me vete, me që e nxirrni presidenten e Kosovës në shkrimën e saj. Gjithmonë me vete, me mendim të qartë, me adresë përhershme diplomatike dhe me përkraje të pakurrësyer në çdo tryezë ndërkombëtare kur është folur për fatin e saj. Dua të ndalem qartë edhe te një pyetje që është ngritur në publik. Pse Shqipëria e pranon bordin e paqes dhe a nuk kupton kjo largim nga Bashkimi Evropian? Përgjigjja është e thjeshtë dhe e prerë. Jo. Shqipëria nuk po zgjedh midis aleancave. Shqipëria po vepron brenda orientimit saj strategjik të pandryshuar. Antarësimi në Bashkimin Evropian mbetet vokacioni ynë historik dhe kombëtar, objektivi ynë kryesor politik, institucional dhe shoqëror. Ai nuk negociohet dhe nuk zëvendësohet nga asnjë mekanizëm tjetër. Por duhet ta themi me ndershmëri, Bashkimi Evropian është destinacioni ynë i brendshëm, ndërsa politika jone jashtme është ndërtuar mbi marrëdhënie strategjike edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi përgjegjësinë tonë për arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare. Bordi i paqes nuk është alternativ ndaj Bashkimit Evropian dhe nuk është strukturë integrimi. As nuk është alternativ ndaj multilateralizmit tek i cili besojmë fort. Është një mekanizëm ndërkombëtar për ndërtimin dhe menaxhimin e paqes në një botë që po ndryshon shumë shpejt. Shqipëria nuk hyn në të për të zëvendësuar asgjë, po për të kontribuar aty ku ka besim dhe përgjegjësi. Këto dy rrugë nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, përkundrazi ato e forcojnë njëra tjetrën. Në Shqipërinë aktive në ndërtimin e paqes globale, është një Shqipëri më e besueshme edhe për Bashkimin Evropian. Një Shqipëri që merr përgjegjësi ndërkombëtare, është një Shqipëri që tregon se është gati për tavolina më të mëdha vendimarrje, sigurisht edhe me ftesa nominale, siç ishte ftesa që erdhi për cilën kishit pyetje që nuk i bët kurrë. Ne nuk largohemi nga Europa, po sillemi si një vend evropian që kupton realitetin e ri të botës dhe merr përgjegjësi në të. Dua të ndalem edhe te një element tjetër që e bën këtë zhvillim edhe më domethënës. Republika e Kosovës ka marrë dhe ka pranuar dje ftesën për t'u bashkuar kësaj nisme. Kjo nuk është rastësi dhe shumë mirë e ka nënshkruar sot. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtete sovrane me rrugë të ndryshme, por me të njëjtin orientim strategjik. Nuk konkurrojmë mes nesh, përkundrazi plotësojmë njëra tjetrën për të plotësuar një amanet kombëtar. Shqipëria si aleate e NATO-s, por edhe si motër e madhe e Kosovës në çdo tryezë diskutimi e vendimarrjeje. Kosova si një shtet i ri, por me rol gjithnjë e më të qartë në stabilitetin rajonal. Dhe në diplomaci edhe koha ka pesh, nuk është e rastishme që ftesa për Kosovën vjen në një vjetorin e marrjes detyrës nga presidenti Trump. Ky përkim flet vetë. Ai tregon se në vitin e parë të mandatit, administrata amerikane po përcakton qartë se cilët janë partnerët e cilët dëshiron të ndërtojë më tej. E di që në publik kanë qarkulluar pyetje të lishme, por edhe zhurmë shumë e panevojshme. Dua të jem shumë e drejtë për drejtë. Përfshirja e Shqipërisë në bordin e paqes nuk sjell angazhime të fsheta, nuk sjell kosto të papërballueshme, nuk cënon në asnjë mënyrë sovranitetin e vendit. Përkundrazi, statusi antares themeluese do të thotë zë i barabartë dhe rol në drejtimin strategjik të këtij mekanizmi. Prandaj ky nuk është thjesht një nder, është një përgjegjësi shtetërore. Për ne, paqja nuk është slogan, siguria nuk është slogan, angazhimi nuk është propagandë, është angazhim, është kosto, është punë e përditshme që Shqipëria në këto vite e ka treguar vendosmërisht se jo vetëm beson, por edhe vepron në arenën ndërkombëtare me shumë dinjitet dhe me shumë përgjegjësi. Sot Kosova nuk po ftohet vetëm të përfitojë nga paqja, por të kontribuojë në ndërtimin e saj. Dhe ne kemi çfarë t'japim.
Kemi përvojën e një shoqërie që ka mësuar bashkëjetesën fetare jo si teori, po në një praktik. Kemi përvojën e një vendi që ka dalë nga errësira dhe ka zgjedhur orientimin euroatlantik pa kthim pas. Shqipëria ulet në këtë tryezë si një vend që e di çfarë do të thotë konflikt, por dhe çfarë do të thotë të zgjedhësh drejtimin e dur. Të nderuar deputet, ky kuvend sot ka një rol shumë të qartë. Jo vetëm të miratoj një marrëveshje, po të dërgoj një mesazh. Mesazhin se në çështjet e mëdha Shqipëria di të sillet si shtet. Mesazhin se politika e jashtme nuk përdoret për luftë të brendshme çdo herë dhe pa kuptim. Mesazhin se kur flasim për interesin kombëtar, dim të flasim me një zë. Ky mesazh nuk mbetet vetëm brenda këtyre mureve. Ai dëgohet jashtë, në Washington, në Bruksel, kudo ku Shqipëria shihet si aleate serioze. Sot nuk po votojmë vetëm një procedurë, po votojmë për mënyrën se si Shqipëria është pozicionuar e po pozicionohet në botë. Të nderuar deputet, sot secili prej nesh voton sipas ndërgjegjës vet politike dhe vjen shumë mirë që keni vendosur përtej diskutimeve për procedurë si gjithmonë ta votoni ratifikimin e kësaj marrëveshje. Por historia nuk do ta lexojë këtë vot sigurisht as sipas ndarjeve të përkohshme, as sipas bashkimit kur duhet. Ajo do të lexojë si një moment kur Shqipëria zgjedh të sillet si një shtet i respektuar në arenën ndërkombëtare. Ne nuk votojmë për një qeveri, as për një mandat, po votojmë për besueshmërinë e Shqipërisë, për fjalën që ajo jep dhe për përgjegjësitë që ajo merr. Për rolin e saj në një botë që po bëhet më e ashpër dhe më e pasigurt, edhe në Ballkanin Perëndimor. Ky është një vendim që nuk na bën as më pak evropian, as më pak sovran, e le më ato të tjerat që thuhen këtu pakarar e derdhen po ashtu në mexhlisin e politikës dhe të medias tonë. Përkundrazi, na bën më të qartë, na bën më të përgjegjshëm, më të dëgjueshëm. Jam e bindur se ky kuvend, pavarësisht bindjeve të ndryshme, di të ngrihet mbi to kur interesi i shtetit e kërkon. Prandaj sot nuk po ju ftoj të votoni për një marrëveshje, po ju ftoj të votoni për seriozitetin e Shqipërisë si aleate, si partnere dhe si shtet, që po në drejtimin e Edi Ramës në këto vite, jo vetëm ka marrë një drejtim të ri, po është ngritur pa diskutim në një lartësi të re, të pa imagjinueshme disa vite më parë. Dhe ky është një votim që i bën nder të gjithëve. Me këtë bindje, ju ftoj ta mbështesni ratifikimin e përfshirjes së Shqipërisë si antare themeluese e Bordit Paqes. Për Shqipërinë, për besueshmërinë tonë, por edhe për përgjegjësinë që na takon në një botë që ka nevojë për më shumë kontribute, për më shumë paqe reale dhe jo vetëm për fjalë. Ju falenderoj.